Në një mbrëmje, ministri i brendshëm francez Bruno Retailleau e nisi një aktivitet fushate me disa shaka politikisht jo korrekte, duke krahasuar trupin e tij të holl me ato të presidentit të Senatit Gérard Larcher, i cili dukej se e pranoi humorin. Pastaj, duke kaluar tek pikat kryesore të diskutimit konservator, pylli në ngritje dhe kandidati presidencial i Partisë së Qendrës së Djathtë të Francës, Le Républicain, kritikoi mbajtjen e shamive nga besimtarët muslimane si simbole të shtypjes dhe theksoi rëndësinë e mbrojtjes së pushtimeve të mëdha të Perëndimit. Publiku brenda sallës mbushur me 800 vende e përpiu të gjithën, duke shijuar një tjetër kthes të fortë nga një provokator karizmatik, i cili premton ta rikthejë Francën në lavdinë e saj të vjetër, ajo në cilën besojmë ndonjëherë çon në polemika, dhe kjo është një gjë e mirë, u tha Retailleau besnikëve adhurues të partisë. Takimi në periferinë e pasur të Parisit, Vélizy via Couble, ishte një ndalesë në fushatën zgjedhore të Retailleau për të bërë udhëheqësi i ardhshëm i Le Républicain, partisë dikur dominuese të Qendrës së Djathtë. Pasardhësit e Charles de Gaulle tani ndodhen në purgatorin politik, pasi zgjedhja e Emmanuel Macron përmbysi peizazhin politik të Francës. Vota për të emëruar udhëheqësin e ardhshëm të shtunën është hapur vetëm për rreth 100.000 anëtar të Le Républicain që mbajnë kartën e anëtarësisë, por atmosfera elektrike atë natë gjatë takimeve të tjera të fushatës së Retailleau po inkurajon njerëzit e brendshëm të partisë të guxojnë të shpresojnë se më në fund kanë gjetur dikë që mund ta sfidojë Marine Le Pen të tubimit kombëtar, që synon të bëhet politikania më e fuqishme e krahut të djathtë në Francë dhe potencialisht të fitojë presidencën. Nuk kemi parë kaq shumë entuziazëm që nga ish presidenti Nicolas Sarkozy, dhe një zyrtar i fushatës të cilit i është ofruar anonimiteti për shkak të protokollit të brendshëm të fushatës. Me zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Francë, më pak se 2 vjet larg, Le Républicain po ndërrojnë një rikthim në pushtet pas një kandidati që bashkon liberalizimin ekonomik me një politikë anti-imigracion që i afrohet asaj të tubimit kombëtar të ekstremit të djathtë, por pa bagazhin ligjor apo historik të Le Pen. Për momentin, Retailleau do të jetë ai njeri i përgatitur për të përfituar nga zhvendosja e Francës dhe Evropës në të djathtë, por ai është një figurë enigmatike. 64 vjeçari besimtar katolik qëndroi për vite me radhë në radhën e dytë të politikanëve, por në skenë shfaqet si një luftëtar i zjarti i kulturës. Nuk është çudi që ai ka një eksperiencë në aktrim. Përpara se ta imagjinojmë Retailleau mes ambienteve të brendshme të praruara të Elizes, duhet bëjmë një udhtim prapa në një kështjell të rënuar më shumë se 300 kilometra në jug perëndim të Parisit për të kuptuar se si e zhvilloi ai identitetin e tij politik dhe mësoi një ose dy gjëra rreth arteve të errta të shfaqjes.